Edi Rama duhet të japë dorëheqjen. Duhet të japë dorëheqjen si person i rrezikshëm, si bashkëpunëtor i organizatave të narkoterrorizmit ndërkombëtar. Largimi i Edi Ramës është rruga e vetme për shpëtimin e shqiptarëve, e rajonit dhe Europës nga rreziqet e mëdha të narkoshtetit shqiptar. Edi Rama mendon se do ta kapërcej Arubën. Edi Rama ka dhe mbështetës të cilët kur më ndigojnë se flas për narkoshtetin apo për Arubën, zemrohen me Sali Berishën, por unë do mbroj mbi të gjitha interesat e shqiptarëve dhe interesat e qytetarëve të lirë kudo që janë, të cilët duhet të jetojnë jashtë rrezikut, ata dhe fëmijët e tyre të drogave që trafikojnë klanet shqiptare. Charteri është nisur nga Tirana. Unë do informoj ju se duke falënderuar shumë gazetarin italian dhe antimafjen që i ka bërë të disponueshme regjistrimet e këtij takimi, ne po hetojmë dhe çdo informacion që të mbledhim, ne do e paraqesim para jush. Jam këtu për t'i thënë Edi Ramës jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen sepse ti nuk mund të jesh kryeministër i një vendi, antar të NATO-s, antar i Këshillit të Europës, kandidat dhe që ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian në një kohë kur ti zhvillon dhe takime me klanet botërore, me kartelet dhe klanet botërore të drogës.